Dasma shqiptare 2017 paraqet. Mirdita. Unë jam një vajzë 21 vjeçe dhe këtë histori që po ju tregoj është thjesht diçka që më ka ndodhur para pak kohësh dhe që filloi si një lojë, por përfundoi krejt ndryshe. Kam një shoqe të ngushtë që nga koha e gjimnazit shkoja shumë shpesh tek shtëpia e saj për të ndenjur, për të parë diçka apo për të bërë thashë theme. Prindrit e saj ishin të ndarë prej vitesh dhe ajo jetonte vetëm me baban e saj. Ai ishte 39 vjeç, punonte në një zyrë të rëndësishme menaxhimi dhe ishte nga ata burrat që nuk i shihje kur me rroba sportive. Gjithmonë me kemish të hekurosur fiks, me kostum të errët dhe me një rregullsi që të bënte përshtypje që larg. Përveç kësaj, ishte vërtet i pashëm, i mirë dhe të mërësisht i sjellshëm. Kur hynte ai në shtëpi, sikur ndryshonte gjithë atmosfera. Unë sa herë që e shihja më hënitesha. Kishte një lloj qëndrimi që të bënte ta shikoja më patjetër. Duke qenë se jam tip pa komplekse dhe flas hapur, sa herë që ai kalonte andej nga dhoma ku rrinim ne, unë nuk i mbyllja dot gojen vetes. I hidhja gjithmonë nga një shaka. I thosha një ditë teksa ai po rregullonte kravaten para pasyrës e korridorit: "Po na i merr syt me këtë kostum sot? A ke ndonjë takim të rëndësishëm apo thjesht do të çmendesh vajzat rrugës?" I thoja unë. Ai kthente kokën, me shikonte me qetësinë e tij, e tunte kokën pak si me mosbesim dhe më thoshte vetëm kaq: "Ju mësoni dhe vetëm mësoni, e lërini fjalët e tepërta dhe ikte." Kjo ishte përgjigjja e tij e zakonshme dhe më injoronte totalisht. Sa herë që unë i bëja ndonjë ngacmim tjetër apo i thosha që je burri më elegant në këtë lagje, ai thjesht bënte sikur nuk dëgjonte. Merrte çelsat e makinës dhe dilte nga dera pa ma vënë fare veshin. Ky injorim, në vend që të më tërhiste, më bënte që të më shtohej më shumë inati dhe dëshira për t'i rënë në sy me çdo kusht. Nga shoqja ime mësova një detaj shumë të rëndësishëm. Ajo më tregoi një ditë pa asnjë qëllim se jati çdo ditë në orën 2 të pasdites kishte pauzën e punës. Gjatë kësaj pauze, ai shkonte gjithmonë tek një kafene e vogël dhe e qetë që ndodhej një 2 rrugë më poshtë zyrave të tija. Rrinte gjithmonë vetëm, e pinte kafe të shkurtër dhe lexonte diçka në telefon për një 30 minuta. Aty vendosa të ndryshoja strategji, e me që në shtëpi nuk me jep të rëndësi se ishte shoqja ime e pranishme, thash me vete se duhet ta provoja në terrenin e tij. Të nesërmen, fiks në orën 2, unë isha ulur tek ajo kafeneja. Kishte pak njerëz në atë orë. Zgjodha një tavolinë që ishte një 4 metra larg asaj ku ai ulej zakonisht. E pas 5 minutash, dera u hap dhe ai hyri brenda. Ishte si gjithmonë me kemish të bardhë, me xhaketën e kostumit të hedhur në krah dhe me syze dielli. I foli kamarierit, porositi kafenë e tij dhe ul në tavolinën e tij të zakonshme. Në fillim nuk më vuri re. Unë po e shikoja me vëmendje. Kur ktheu kokën për të parë nga dritarja, syt tan u takuan, e ai u habit fare pak, i uli syzet e diellit pak më poshtë tek hunda dhe më shikoi
sikur po pyeste veten, çfarë bën kjo këtu? Unë nuk u fsheha, ngrita gotën e ujit, i bëra një shenjë përshëndetje me kokë dhe i dhurova një buzëqeshje të madhe. Ai vetëm tundi kokën, përsëri ngriti syzet dhe mori telefonin e dorë. Por unë e pash që nuk ishte me i qetë si me përpara. E kjo gjë, pra këto gjëra që bëm sot, u përsëriten për 4 ditë rresht. Unë shkoja aty gjithmonë 10 minuta para tij. Ulesha në të njëjtën tavolinë, porositja diçka për të pirë dhe prisja kur të vinte ai. E kur ai vinte, loja fillonte. Unë nuk i flisja me zë, sepse lokali ishte i qetë dhe nuk doja të bëja skena para njerëzve, por përdorja gjestet. Ditën e tretë, teksa ai po pinte kafen përsëri dhe po më shikonte me bisht e syrit, unë mbështeta byryllat në tavolinë, i dhash një shikim të fiksuar drejtën e sytë e tij, ngrita dorën e djathtë tek buzët dhe i dërgova një puthje nga distanca, duke fryrë dorën drejt tij. Ai përpaksa nuk u mbyt me kafen. Filloi të kullitej, mori pecetën, shiu buzët dhe ktheu kokën menjëherë nga ana tjetër e lokalit. Fytyra i mori një ngjyrë mjaft të kuqe dhe shumë më tepër se zakonisht, e unë vetëm qeshja me vete. E kuptova që mburoja e atij burri serioz po fillonte të prishej. Ditën e 5 situata shkoi në kulm. Jashtë po binte një shi i lehtë dhe lokali ishte pothuajse bosh. Ishim vetëm në të dy dhe kamarieri që rrinte tek banaku. Ai erdhi u ol, por duke i tensionuar që në fillim. Nuk e nxori fare telefonin, po pinte kafen shumë shpejt. Unë përsërita të njëjtin gjest, e pash drejt në sy, kafshova pak buzën e poshtme dhe i dërgova përsëri një puthje me dorë nga larg, duke i bërë me shenjë nga dera e lokalit. Ja bëra me shenjë me kokën time që t'i thoja eja ikim diku. Ky ishte momenti kur ai nuk duroi dot më. E la filxhanin mbi tavolinë me një zhurmë pak të fortë, një zhurmë përplasjeje. Unë ngrit në këmbë, rregulloi xhaketën me një lëvizje të shpejtë dhe eci drejt tavolinës sime me hapa të vendosur. Nuk ishte më atë fytyrën indiferente të shtëpisë. Syt i shkëlqenin nga një lloj rreptësie që mua më bëri të më rrihte zemra fort, e unë dal fiks tek unë. Nxori çelsat e makinës nga xhepi dhe i tundi lehtë në dorë. Eja me mua, me tha me zë të ulët, po shumë të prerë. Eja bëjmë një xhiro me makinë, se kemi për të folur. Unë s'ja ktheva asnjë fjalë, mora çantën unë ngrita dhe ndoqa nga pas, teksaj pagoj kafen tek banaku me shpejtësi. Makina e tij ishte e madhe, e pastër dhe mbante era lëkurë të mirë dhe parfum të shtrenjtë. Ula nga ana e pasagjerit, e ai u fut në timon. E ndezi makinën dhe u nis pa folur fare. E shiu jashtë filloi të binte pak më fort mbi xhama. Ai doli nga rruga kryesore dhe u drejtua nga një zonë e qetë, ku kishte shumë pemë dhe ishte tamam si një pyll. Aty skalonin as makinat e tjera fare, dhe e parkoi makinën pak më anash rrugës. Në hijen e një peme dhe fiku edhe makinën tërësisht. U bë një heshtje totale e dëgjohej vetëm zhurma e pikave të shiut tek xhami i makinës. Mbante duart mbi timon për disa sekonda dhe mirte frym thellë. E pastaj u kthye i gjithin nga unë. Çfarë po kërkon të bësh? Më trego, më tha ai me një zë serioz. Je shoqja vajzës sime. Çfarë janë ato gjeste në mes të kafenes çdo ditë? A e kupton që ke filluar të më luhatësh mendjen? Unë u mbështeta tek dera e makinës, duke shikuar drejtën e sy.
nuk e kisha frikë e as turp nga ai. I thash kërkoj gjithçka nga ti, dhe me sa po shoh, nuk po të luhatet mendja, por po të pëlqen edhe ty, thjesht je shumë krenar për ta pranuar. Hiqe egon, i thash unë. Ai tunte kokën dhe qeshte pak si me vete, si një njeri që po dorëzohej para një gjëje që se ndalte dot më. Ke filluar të bëhej shumë e guximshme, me tha i me një zë të butë. E në atë moment, ndodhi ajo që nuk e prisja. Unë mendova se ai do të afrohej, si që bëjnë të gjithë burrat, por ai bëri të kundërten. Rinë të hapur në vendin e tij, thjesht hapi krahun e djathtë përgjatë mbështetëses së sediljes sime dhe shikoj pa me folur, sikur po me thoshte, ti e nise këtë lojë, tani e ja fitoje, dhe ai ishte duke qëndruar si pasha dhe po me priste mua. Por ajo qasje me çmendi. Unë u lëviza nga vendi im, u ofrova në hapësiren midis dy sediljeve, shtriva dorën dhe i kapa lehtë këmishën e kostumit tek pjesa e kraherorit. Ai nuk lëviste, vetëm po mendiste se çfarë bëja unë. Kur fytyrat tona u ofruan aq shumë sa të ndjenim edhe nxehtësinë e njëri tjetrit, ai thjesht u përkul aq sa duhej që buzët tona të bashkoheshin. Ishte një puthje krejtësisht ndryshe nga çdo gjë që kisha imagjinuar. Kishte brenda gjithë atë tensionin dhe peshen, sikur ai ishte në faj, por edhe unë, por që të dy e donim me patjetër dhe nuk dinim as i të tërhiqeshim nga njëri tjetri. Vazhdonim e putheshim për shumë kohë. Ai s'po ndale i ason. Por pastaj, pasi ndaluam puthjen, nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni abonohuni ose bëjini subscribe.